Një shtetës shqiptar i shpallur në kërkim ndërkombëtar nga autoritetet italiane është vënë në pranga nga policia shqiptare. Në kuadër të operacionit policor të koduar Il Obiettivo, specialistët e seksionit për hetimin e krimeve të rënda në bashkëpunim me seksionin operacional të DVP Vlorë dhe Interpol Tirana, vënë në pranga Renald Gjinin, 45 vjeç banues në qytetin bregdetar të Vlorës. Sipas të dhënave zyrtare, Gjini ishte shpallur në kërkim ndërkombëtar nga autoritetet gjyqësore italiane, pasi ndaj tij ishte lëshuar një urdhër arresti nga gjykata e apelit në Bolonjë. Ai ishte dënuar me 12 vjet e 10 muaj burgim për veprat penale vrasje dhe mbajtje pa leje e armëve në bazë të kodit penal italian. Burime nga policia e shtetit bëjnë me dije se operacioni është zhvilluar në lagjen Rilindje të qytetit të Vlorës. 45 vjeçari u lokalizua dhe u arrestua pa bërë rezistencë. Arrestimi i tij është bërë me qëllim ekzekutimin e urdhrit të ekstradimit, pasi Italia e kërkon për të vuajtur pjesën e mbetur të dënimit në një burg të sigurisë së lartë. Autoritetet shqiptare dhe ato italiane janë aktualisht në bashkëpunim të ngushtë përmes zyrës së Interpol Tirana dhe Interpol Roma për të përfunduar procedurat ligjore të ekstradimit. Ky arrestim është pjesë e një operacioni më të gjerë të policisë së shtetit për identifikimin, lokalizimin dhe ndalimin e shtetasve shqiptar të shpallur në kërkim ndërkombëtar në kuadër të angazhimeve të Shqipërisë në luftën kundër krimit të organizuar dhe garantimit të drejtësisë ndërkombëtare. Policia e shtetit thekson se do të vijojë pa ndërprerje veprimtarinë e saj për të çuar para drejtësisë çdo individ të përfshirë në krime të rënda brenda dhe jashtë vendit.